kjo ndoshta në mungesë të kapitenit Rahmani, i cili gjithashtu ka qenë një mungesë e rëndësishme për shkak të dëmtimit, por në përgjithësi pritet që të ketë një rreshtim pak a shumë të ngjajshëm me detyra të ngjajshme për futbollistët, por të shpresohet gjithashtu edhe me një rezultat sigurisht se ai ndaj Slovakisë. Turqia në anën tjetër, a ka mungesa për ndeshjen e sotme, apo i ka të gjithë lojtarët në dispozicion? Turqia, me aq sa është thënë të paktën në konferencën e fundit para ndeshjes, që ishte dje pasdite, ka pasur le të themi në dispozicion atë grup të njëjtë të futbollistëve, trajneri italian që udhëheq ekipin, por dije që Turqia ka elemente më cilësore, jo më kot është edhe favorite në ndeshjen e sotme për shkak të yjeve që ka në skuadër dhe gjithashtu përbën një nga le të themi kundërshtarët më të vështirë që Kosova ka pasur përballë ndonjëherë. Megjithatë nuk pritet shumë le të themi befasi as nga Turqia, vetëm po shpresohet që fati përpos ndër të tjera të jetë edhe në anën e Kosovës, pasi në ndeshje të tilla sigurisht përpos çdo gjë tjetër që lidhet me skemën e taktikën, duhet kesh me patjetër edhe pak fat për të fituar një finale të tillë. Padyshim që Turqia është një skuadër që ka yje në futbollin e saj, por edhe pse avantazhohet sonte përballë Kosovës, një deklaratë që na ka bërë përshtypje kreu të Federatës Turke të futbollit, se në rast të fitores në Prishtinë, të gjithë djemt e kombëtares turke do të kenë nga një vil në Bodrum, ashtu si edhe Albin Kurti ka premtuar 1 milion euro për përfaqësuesen e Kosovës nëse fiton dhe shkon në botëror. Po, është e vërtetë që tashmë qeveria e Kosovës ka përmbushur premtimin e saj të parë që lidhej me një shpërblim 500.000 euro për të arritur në këtë fazë, ndërsa fitoria në sonte, pra në këtë finale që do të siguronte edhe biletën për botërorin, ka shifrën e 1 milion euro. Megjithatë ka pasur edhe premtime që kanë ardhur le të themi nga linja të tjera, kryesisht nga kompani private, të cilat kanë shprehur le të themi ose janë zotuar se do të kujdesen për futbollistët. Për shembull, kemi një premtim për një shtëpi në Prizren për futbollistin që do të shënoj golin e parë për Kosovën, ose kemi pasur premtime të tilla të ngjashme që kompanitë dhe bizneset private kanë synuar të motivojnë futbollistët e Kosovës përpara kësaj ndeshje. Sigurisht që kapacitetet e shtetit turk janë shumë më të mëdha se ato të Kosovës dhe mund të ketë edhe premtime më të mëdha, po besojmë që dëshira e madhe për të bërë historinë mjafton edhe për futbollistët e Kosovës që patjetër do të japin maksimumin në fushë për të paktën 90 minuta, por nëse duhet edhe koha shtesë për aq sa është e nevojshme, në mënyrë që të arrihet edhe maksimumi nga kjo ndeshje. Ideal Gola, të falenderoj për raportimin dhe detajet, urime Kosovës dhe me fitore sonde në përballjen me Turqinë, dhe padyshim duan ta shikojmë Kosovën në botëror.